që po du me bo pjesën tjetër, fjallës sime, edhe me të regu ato që shumë për ju që dini qa besoj. Këtë besimtimin në Kosovën ju nuk e kom dërtu vetën, kom dërtu me ju, kom dërtu me kretarin tonë, me se cilin për jush, me kolegë, me njerës, me dashamirë. Kemi ndërtu bindje me provu me u afru të ajo pika e altruizmit, me u afru të ndjenja të pakten me u dhina mirë një kurën tonë që jemi të dhonë ma shumë se sa jemi të pranu. Edhe unë jam absolutisht i bindur që nëse ka parti politike që e ka trasume këtë ndjenjë, është aleanca. Nuk jam të e thonë, veç pëse unë jam nuk është krejt subjektive pëse na jemi aleancë. Jam të folë seriosisht me ju, se na i kem pa këtë skenën për 25-6 vjetë. I kem pa krejt, i dim që ndodhë, kur dikush që i ofron krejt vjen pushtet dhe nuk jep kur gjohë, e dim. Po, na jemi ndryshë. Jemi ndryshë dhe ndoshta nga një herë që sot prap isha të kujtu, ndoshta pse jemi ndryshë, ndoshta pse kemi guxu në momentet saktume me i thonë ato që kem besu, e që shumë kush ka prit që duhet me ju dhonë një ondër falsë, ndoshta dhe na ka kushtu. Po unë po besoj që nuk guxojmë me hekdorë, nuk guxojmë me hekdorë, se fundi i fundit edhe një herë krejt që ka ka me u matë, është që ka lujë masë. Edhe unë e kësha njësë këtë pjesë me diçka që e kom të huajtur, e kom marë prej dikuj. Nuk është e jam, po e kom përqafu seriosisht, edhe ajo është një fjallë që e përdojnë një popull tjetër jashtë zakonisht i përvujtur, që në mira vjetë është enë botës, e që janë populli Izraelit, ata kanë një fjallë, gjuhën e tëne është ma komplikume, s'pe e thome të shkru, por në të shtu never forget, kur mos harroni, kur mos me harru. Ne kem dy gjona që nuk duhet kur me i harru, kur. E para është, qysh keni më rritë deri këtu, kush o konë me ne, kur kem reziku me u gjëgo prej t'i vendi. Kur mos harroni kush janë popujt dhe kombet që kanë qëndru me ne, që nga kanë gjetë ofër, kur kem reziku gjithë shka. Nuk duhet me harru, nuk bon me harru, nuk guxojmë me harru. Po nuk bon me harru në tjetërën, nuk bon me harru kush në bon ata tjetë. Nuk bon me harru. Kur mos harroni kush nga u ka gjetë ofër, edhe kush në bon ata tjetë, mos harroni kur. Nuk po duas me i përmenë. Shqiptar, nuk bon me i harru të dy gjona, kur nuk bon me i harru. Edhe kjo nuk është e thjesht vetë-vetiu, se e mojnë nën manë. Po, mos harroni se kush i harron miqt, i përsërit armiqt. E kush i harron armiqt, bëhet një shok janë të bëhet lëllë. Mos i harroni. Mos me harru nuk në nënkupton kurse se. As më hakmar, as mos me mrimu pajtu, nuk në nënkupton, veç në nënkupton, mos me harru. Nuk besoj që shprejtje ma të mirë që mundet me qenë edhe kompas moral i Kosovës. Mos me i harru miqt, edhe mos me i harru ata tjertë. Mos me i harru. Dhe që kaqë. Tashi, e di që kemi me folë për fushat, kemi me mbajt fjalime, kemi me dhonë premtimet, pa tjetër, kemi me bo këtë punë, sot nuk është zyrtare, po këtë kanë njësë, për njësim edhe na. Me thonë që populli jonë duhet me ditë me kuptu qatë pjesën e demagogjisë, sot duhet në altë njësa sen, edhe me bodo pyetje retorike janë. Veç me thonë kështu, që pjesa mos me harru. Qysh bënë me i cenu kretë aleancat, edhe me i ofru popullit siguri. Nuk bënë, jemi të ballafaqu me situatë këtilë, me paradokse. Kitë cenohen, njëtër kohë, thot, dojmë paqen dhe siguri, nuk bënë, e cenojnë vetë. Nuk bënë kërqysh me mbyllë nërmarsin e me premtu popullit zhvillim ekonomik. Nuk bënë, nuk shkojnë bashkë, nuk ka shansë të shku bashkë. Nuk bënë me i friksu qytetarët e Kosovës këtë kohën, edhe me thonë keni një botë lumër. Njerëzit e friksu nuk janë lumër. E friksimi nuk vjen veç prej kojshime, friksimi vjen edhe prej pasigurisë.
sjell dikush pas te. A kemi qenë sigurt në punë tona, a kemi qenë sigurt në rrugë tona, që se në kry për në vdesin njerëzit. Nuk mundet me ndohë që në tjetën kome se nuk fjallin e lirë edhe me përtu demokraci, qysh nuk mundet me ndohë me ndërsy njerëzit kundër njëri tjetërit, me i bo armiq me zveti vllaznit, edhe me i thirrë në solidaritet, në vllazëri edhe në patriotizëm. Kur nuk do të me bo kështu, edhe aleanca, kur nuk ka me bo kështu. Për këto tema, për mos me harru, për mos me i bo njerëzit kundër njëri tjetërit, për me e dash vendin, për me e zhvillu vendin, aleanca kur nuk ka nevoj me jandru rrugës vetë asnjë presje të vetme, edhe nuk kemi me jandru asnjë presje të vetme. Garanca ma madhe është secila për ju që është sot këtu, edhe unë edhe njëherë du me ju thirë, mos me hek dorë prej rrugës që kemi një, se kjo rrugë ka me qenë rruga e fitores për ne. Keni vonë? Du me thonë që na duhet me pa botën prej kongit jo, prej Kosovës. Na duhet me pa që ka na rrethon edhe kur flasim miqt, edhe kur flasim për ata tjerët, duhet me folë edhe për çka është kite afërt me ne. Qëni Kosova duhet me ndërtu marrëdhënie me Shqipërinë të atilla që nuk kanë në varë kur se vjen dikush i çuditshëm në pushtet. Edhe që këtë kohën të tregon çfarë dashnie e ka, këtë kohën ishte njerëzit kundër njëri tjetrit. Kosova dhe Shqipëria duhet me pas institucione të cilat punojnë bashkë. Ekonomi, inteligjencë, integrim ekonomik, edhe vizion për bashkët evropian. Duhet me ndërtu këto që mos mu varë se ku me ditë na është mos janë 20-30 vjetër, vjen edhe në një qmenë tjetër. Edhe prap na tensionohet situata, jo. Njerëzit kanë provu me ndërtu sistemet për bashkëta, jo veç fjallën, jo veç me varbit flamurin, po me ndërtu koncept sigurisë që kanë njës dhe kryeministrin Haradinaj. Koncept bashkëpunimit, koncept poster ekonomik. Kosova duhet me i tregu këtë rajonit që na jemi realitet i pakthyeshëm, jemi pjesë e pakthyeshme e Evropës, edhe që demokracia jonë ka me jetu gjithmonë. E të Serbia, që e përmendën një herë, që konë do, më fali, Kosova duhet me u qkap prej kthetrave të padukshme ndikimit Serbisë të na. Mos harroni, Kosova është në kthetra të padukshme të ndikimit prej dikuj që s'na do. Edhe faj kem na, Kosova ka faj. Jo unë, jo Ramushi, jo Besniku, jo Blerina, po. Një pjesë e jona kanë faj. Se e kem bo pjesë vendimeve tona, se qërë do vendimi që e marim nga duhet pak me këty kryt që o kanë dola me. Kosova duhet më qkop, total. Kosova duhet me njek rrugën e vetë, pavarësisht çfarë vendime merr Serbia. Pavarësisht ana një. Fumit, Kosova kur gjohë Serbisë nuk i ka premtuar. Historia e jonë është e dhëmshme. Kanë tentuar të bëjnë gjenocid, kur kanë bërë, kanë gra, burra, fëmijë, i kanë djegë gjohë. Kur mos harroni, ashtu ka ndodhur, po nuk guxojmë me vetëm. Nëse s'duhet me na njoft, kur mos na njohim. As na nuk i njohim ata. Po rruga jonë duhet mu çkap. Duhet mu çkap prej kësaj logjike. Duhet me dorë prej kësaj logjike. Duhet me dorë prej kësaj logjike. Kish kur mos na njohim. Na nuk guxojmë këtë botës me i thonë, na nuk mujmë më zhvillu se kemi problem. Ato, na nuk mujmë me ndërtu demokraci se kemi problem. Pra po kthejnë ata i populli ma i përvujtu në botë. Edhe kur tënë kanë thonë, dojmë me të gjbo, ka thonë e një përvoni me në botë në gjbo, ju po unë e rëndoj vetën, dhe s'fallë mu i kërkush me në gjbo. Kjo duhet me qenë doktrinare për Kosovën. Nëse dikush përvon me në gjbo, na të bëjvanë e përvo. Po na kemi mi bo një shtetë fort, një ekonomi të fort, kemi i rrujt aliancat e përjetshme, edhe veç kanë me na këqyrë, edhe ndoshta po ju tregoj në momentin që nuk ka me na udesh, kur që atyre edhe kanë me thonë s'ke që me bo, edhe kanë mu dorëzu. Po përderi sa na japim mesazh që na duhet diçka prej tyne, na jemi të rshit,
në cilën nuk duhet me shqip. Edhe ka dikush në qeverinë Kosovës që nuk e ka kuptu, ka dikush që na keq kupton, po për shembull na japim shembullin tonë, se dim që kur ka qenë Ramush Haradinaj kryeministër ka thonë nuk kam fort nga më marrë me ju, du mi pavarësu trepçën, du mi pavarësu sistemin energjetik Kosovës, du mi bo ushtrinë e Kosovës, ju merre me çka doni. Që kjo doktrina jonë, që kjo doktrina jonë, që kjo duhet më konë doktrina jonë, që rruga jonë. Këtë fund, të dashur delegate, të dashur kryetar Ramush Haradinaj, kolegë, minë që jeni, deputet, kandidat për deputet, vllazën e motra, unë besoj fort që këtë që po folin sot është e arritshme. Shumë besoj që është e arritshme. Se na nuk jemi të nisë mo prej tokës, jemi të nisë prej një ndërtesët jashtëzakonshme që e kemi ndërtu me ty kryetar bashkë njësoj. Jemi të nisë prej besimit që e kemi drejt për Kosovën, që nuk jemi të rajt, që nuk jemi të mashtru, që nuk jemi falsë. Jemi të nisë prej bindjeve që i kemi ndërtu këtu me qindra, sa jemi e në 10 mijëra sa në Kosovë. Jemi të nisë prej zarës. Edhe kjo nisje me forcë është e mundshme, na mujnë, Aleanca mundet, Kosova mundet, na mujnë me ndërtu kapacitetet reja energjetike dhe ato shpejt edhe duhet. 2 herë i kemi nisë. 2 herë ne kanë put, a dini kush ne i ka put. Njerëzit këtu që ose janë lajthit totalisht, ose që kanë pas mision tjetër. Qysh mundet dikush me qenë shqiptar i Kosovës, ose edhe bosnjak, çfarë do tjetër, edhe turk, edhe me thonë Kosovës duhet me prodhu energjia. Edhe kjo është e paradoksi, duhet me dalë për këtyre kthetrave, që to janë ktetrat e padukshme për cilat ju folëm më përpara. Që njerëzit edhe pa vetdije bojnë diçka që është kundër interesit popullit tonë. Na duhet me ndërtu infrastrukturë që nxit zhvillim, e kurua, autostrada, mosu turpënohi, se janë të poshtër njerëzit që kanë bo popullin e Kosovës mu të turpnu se për bojmë autostrada. Se qata me ktetrat padukshme në kanë infiltru, mës me guxu me i thonë dikuj që për bojmë autostrada e urat gjata e tunele. Nuk duhet mu të turpnu, duhet me shku mund qanë drejtim, edhe shpejt. Duhet me bo ligje edhe norma që çlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo më tut njerëzit me qenë ndërmarrës, jo më tut njerëzit me kriju, duhet me çliruar potencial, edhe prap muim edhe dim. Aleanca mundet edhe dim, edhe Kosova mundet edhe dim, vetë duhet me u çliru për kthetrave të padukshme. Duhet me mri edhe të siguria, e cila nuk është veç fizike, është edhe ndjenjë. A njihet e sigur një qytetari i Kosovës. Një ndërmarrës, nëse e ka një kontest, sa vjet duhet më e në përgjygje. A e perceptojmë nga sigurinë edhe a transmetojmë atë siguri të investitori huj, të investitori diasporës, të investitorët tonë, apo këtë kohën e friksojmë edhe lypin me qenë zhvillu edhe të lumtën. Mujnë me i bosh shpejt, këto bohen shpejt, duhet me i bosh shpejt. Kosova ka njerëz, Aleanca ka njerëz me i bosh shpejt. Edhe njëherë, këtë në fund, energji, siguri energji edhe zhvillim është slogani ju. Po që ka konotacione perëndimore, po prap mos harroni, ata që provojnë me na ardhë marre, pse dojmë Amerikën edhe Evropën, jënë kthefrat e padukshme që kanë hyrë në Kosovë. Duhet me dalë. 1-2 urime